Shpeshtuhet se informacioni është pushtet, por ka edhe raste që një informacion që i kushton karrierën politikanëve të fuqishëm mund të rrezikojë jetën personit që e posedon. Kjo i ka ndodhur dhe biznesmenit Remzi Hoxha, i cili kishte një kaset ku kishte të dokumentuar me zë dhe figurë takimin e Sali Berishës me Slobodan Milošević. Ajo që ndodhi ishte e frikshme, me një Benz të bardhë 4 punonjës të shikut, futën në makinë biznesmenin dhe sot, 30 vitet më pas, familja nuk di asgjë për fatin e njeriu të tyre të dashur. Por zhvillimet e reja kanë ndodhur duke zbuluar personin përgjegjës që është pas kësaj ngjarje. Ish punonjësi i shikut që ka patur gishtë në këtë ngjarje të rëndë, ka shkuar për të jetuar në Londër dhe për 30 vite ka mundur që të jetë i qetë pasi kishte ndryshuar identitet. Ilir Kumbaro, i cili raportohet se ka patur lidhje të forta edhe me policinë e Londrës, ka kuptuar se është zbuluar identiteti i tij dhe nga tij kishte dalë një urdhër arresti. Para se policia të trokiste në derën e Ilir Kumbaros, ai është zhdukur nga shtëpia dhe tashmë rezulton person në kërkim. Ilir Kumbaro është i vetmi person që mund të hap kutinë e Pandorës dhe të tregojë se kush ja ka dhënë urdhrat, por me sa duket, politika e ka ndihmuar dhe në këtë rast, dhe ai ka mundur të largohet nga Londra dhe të mos arrestohet e të dëshmojë. Kumbaro është shpallur person në kërkim ndërkombëtar. Më herët në lidhje me këtë rast, ka folur dhe Hashim Thaçi, i cili u shpreh se për video në fjalë, ku është takuar Berisha me Miloševićin, kishin dieni 2 persona, Remzi Hoxha dhe Azem Hajdari, të dy patën të njëjtin fat dhe kjo ngjarje ende vijon të jetë mbuluar me mister.